Në kuptimin e saj më të thjesht, rruga është një shteg, një kalim, apo një sipërfaqe e ndërtuar që lidh vende të ndryshme dhe lehtëson lëvizjen e njerëzve dhe mjeteve. Ajo është një element i domosdoshëm i infrastrukturës dhe zhvillimit shoqëror, duke mundësuar lidhjen dhe komunikimin mes komuniteteve. Por, përtej kuptimit fizik, fjala rrugë ka një domethënie më të thellë frymërore dhe filozofike. Ajo shpesh përdoret për të përshkruar drejtimin që një individ zgjedh në jetë. Rruga e dijes, rruga e suksesit, rruga e drejtësisë apo edhe rruga e gabuar. Por na ndiqni në programin e sotëm për të mësuar për një rrugë që është më e rëndësishmja dhe më vendimtarja në jetën tuaj. Ne dëshirojmë që ju të arrini të zgjidhni atë që është më e mira për ju, të zgjidhni një rrugë që nuk ju çon në shkatërim, por në jetë të vërtetë.